Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Këtë edicion e nisi me lajmin e fundit nga Mitrovica Jugut, ku në qendrën komunale të numrimit atje është ndërprer numrimi i votave për kryetar të komunës. RTK ka kontaktuar prokurorin dhe policin në këtë qytet, mirë po deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Burimet të televizionit bëjnë me dije se kryeprokurori i Mitrovicës bashkë me prokurorin e rastit dhe me policinë e Kosovës edhe në këto momente gjenden në qendrën e numrimit në Mitrovicë të Jugut. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë me një sqarim në të cilën thuhet se bazuar në informatat e pranuara nga KKZ-ja në Gjakov dhe Mitrovicë të Jugut, është konstatuar se disa prej dengjeve të fletvotimeve ka ndodhur një gabim në shtypjen e njërit prej elementeve të fletvotimit konkretisht në kodin e vendvotimit. KQZ ka siguruar publikun se numri i fletvotimeve të shtypura është i saktë dhe ky gabim nuk ndikon në integritetin e procesit të votimit. RTK ka provuar që të marrë deklarata edhe nga policia edhe nga prokuroria, mirë po deri më tani nuk janë deklaruar. Para mediave ka folur Jair Sumiqi, kryesues i Partisë Demokratike të Kosovës në qendrën e numrimit në Mitrovicë të Jugut, deklaratën e të cilët do ta ndjekim tani. Deri tash, siç e potencova edhe më herët, janë gjetur mbi 20 fletvotime me numra të ndryshëm serik, pra numri serik dallon prej numrit të vendvotimit. Pra, kryesisht fletvotimet kanë lëvizur nga shkolla Mexhini në Abdullah Shaban edhe prej universitetit në shkollën e Zhabarit. Pra, ka paragozi të jashtëzakonshme. Ne si Parti Demokratike e Kosovës e kemi bojkotuar procesin, pasi që është kërkuar nga prokurori i rastit që ta shkelin ligjin. Ne jemi kundër shkeljes së ligjit, pra se shteti i Kosovës i ka rregullat dhe ligjet e saj, kështu që ne si Parti Demokratike në bashkëpunim me koalicionet që jemi lëtë kanë Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe partitë të tjera, kemi vendosur ta bojkotojmë numërimin e votave deri në këtë çaste e pastaj ta shohim se çfarë po ndodh më tej. Ndërkohë, gara për kryetar të komunave u përmbyll dje pas rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale. Sipas rezultateve, vetvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan më së shumti komuna, secila nga 7. Partia Demokratike e Kosovës fitoi në 6 komuna, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5 komuna, ndërsa Lista Serbe 10 sosh. Nga një komunë secila e siguruan nisma socialdemokrate, Partia Turke KDTP dhe Iniciativa e Ramiz Ladrovcit. Bashkimi Evropian ka vlerësuar organizimin e suksesshëm të rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, duke bërë thirrje për zbatim të shpejtë të rezultateve të zgjedhjeve. Në 18 komuna të vendit, qytetarët me të drejtë vote dje ju drejtuan kutive të votimit në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Bazuar në të dhënat preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, rezultatet tregojnë se Lidhja Demokratike në rrethin e dytë doli e para në 5 komuna: Prishtinë, Pej, Dragash, Viti dhe Junik. Vetvendosja në balotazh arriti të fitojë në 4 komuna: Mitrovicë të Jugut, Fushkosov, Gjilan e Obiliq. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në rrethin e dytë të zgjedhjeve doli fituese në Gjakov, Suharek, Klin e Rahovec. Ndërsa Partia Demokratike doli e para në 3 komuna: Prizren, Vushtri e Kaçanik. Klokoti e nxori të parën listën serbe, ndërsa Mamusha do të udhëhiqet nga Partia Turke KDTP. Në Prishtinë, kryetari aktual nga radhët e LDK-s, Përparim Rama, arriti të sigurojë edhe një mandat me 51.5% të votave, duke e lënë pas kandidatin e vetvendosjes Hajrullah Çeku, që mori 48.4% të votave. Pushtetin arriti ta ruajë edhe kandidati i PDK-s në Prizren, Shaqir Totaj, me 53.8% të votave. Në garë me Artan Abrashin e vetvendosjes, që mori 46.1%. Në Mitrovicë, gara më e ndjekur u mbyll me fitoren e kandidatit të vetvendosjes Faton Peci me 53.4% të votave, duke e lënë prapa kandidatin e PDK-s Arjan Tahiri, i cili arriti 46.5% të votave në rrethin e dytë.
Edhe një mandat e siguroi Ardian Gjini i AAK-s në Gjakov me 56% të votave, përballë Ardian Golës së Lëvizjes Vetëvendosje, i cili arriti 43.9%. Me një fitore të bindshme ndaj kandidatit të LDK-s Arbër Ismaili, i cili mori vetëm 38.9%, Alban Hyseni i Vetëvendosjes arriti ta ruaj pushtetin lokal me 61% të votave në Gjilan. Fitore bindëse arriti edhe kandidati i LDK-s në Pej, Gazmend Muhaxheri, i cili po ashtu mori mbi 61% të votave, përballë Tauland Kelmendit të Vetëvendosjes, i cili arriti vetëm 38.8%. Bazuar në rezultatet nga të dy rrethet e votimit, del që Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kanë fituar nga 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës 6, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5 komuna, ndërsa Lista Serbe 10 sosh. Nga një komunë e siguruan Nisma Social-Demokrate, Partia Turke KDTP dhe Iniciativa e Ramiz Ladrovcit. Zgjedhjet lokale të 12 tetorit, por edhe rrethi i dytë që mbaj dje, u zhvilluan pa ndonjë incident të madh. Mbarvajtjen e procesit zgjedhor e vlerësuan lart OSBE-ja dhe Bashkimi Evropian, duke nënvizuar se procesi pasqyroi një dëshmi të demokracisë në vend. Christopher Hill ish i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës në Kosovë filloi sot dëshminë në mbrojtje të Hashim Thaqit. Gjatë dëshmisë, Hill nënvizoi se në çështjen e Kosovës për herë të parë është përfshirë në maj të vitit 1998, ndërkohë që theksoi se atë kohë ka qenë vështirë të gjejë njerëz në UÇK që flisnin me autoritet. Sa u përket akuzave që rëndojnë mbi Thaqin, Hill deklaroi se përveç Miloševićit, askush tjetër nuk tha se Thaçi ka marrë pjesë në tortura dhe abuzimet të drejtave të njeriut. Gjyqi ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit po shkon drejt përfundimit, ndërkohë që Hill është dëshmitari i katërt i thirrur nga mbrojtja. Diplomati Amerikan në pension Christopher Hill nisi dëshminë e tij në Hag i ftuar nga mbrojtja e Hashim Thaqit për të dëshmuar për UÇK-n. Hill deklaroi se në çështjen e Kosovës ishte i angazhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në maj të 98-s, konkretisht nga Madeleine Albright, si sekretare e Shtetit Amerikan, të cilës i raportonte. Në dëshminë e tij, ai foli për rolin e tij në Kosovë gjatë periudhës së luftës. Hill rrëfeu për një takim në Likoc. Pra UÇK-ja, personi përgjegjës, Recep Selimi tha: "Ju faleminderit shumë, do t'ja përcjellim këto shefit të shtabit." Unë i thash: "Shumë mirë, unë mendova se ju ishit shefi i shtabit, pra ne kam ardhur unë këtu. Ju e dini që ne na goditëm me plumba në automjetin ton kur erdhëm këtu, hym në terrene të vështira, u ekspozuam ndaj të shtonave prej armëve, pam refugja që shkonin gjithandej, dhe ju po më thoni mua tani që nuk jeni ju personi që do merrni vendimin, a ju përgjigj? Jo, nuk jam unë. Nuk është nevoja të them sa u zgënjeva unë nga kjo situatë, dhe unë e pyeta, kur mund ta marrë vendimin tuaj? A ju përgjigj? Mbase javën tjetër, unë i thash, jo, javën tjetër është shumë vonë. Duhet të veprojmë me shpejtësi. Pra përputhet kjo me kujtesën tuaj si ka qenë biseda me Recep Selimin? Përgjigje po, në fakt shumë. Diplomati Hill deklaroi se nuk besonte që ekzistonte një shtab i përgjithshëm përgjegjës për UÇK-n. Ishim përpjekje për të treguar që ekziston një ushtri në mënyrën tradicionale, me hierarkinë vertikale, dhe ishte thjesht një përpjekje nga ana e tyre për të na treguar, sikur të na tregonin personat që ekzistonte qeveria, pra ishte një orvatje për të na treguar ne që ne kemi struktura normale politike e ushtarake. Takimi me Thaqin në Dragobil dhe përshtypjet e Hillit për të ishin pjesë e rrëfimit në gjykat. Ai fliste butë në mënyrë të mendueshme, edhe më krijoi përshtypje që ai më tepër ishte i përshtatshëm për një mjedis universitar sesa për një mjedis ushtarak. Mua personalisht nuk më kujtonte në një mjedis ushtarak. Hill foli edhe për Miloševićin dhe komentet që kishte dhënë për shqiptarët, me tendencë për ndikim tek amerikanët. Për rolin në Rambuje, Hill tha se përpiqej që dy delegacionet të pajtohen mbi një dokument që nga fillimi, sipas tij,
dukej i pamundur për shkak se përfshinte pavarësinë e Kosovës. Duke folur për ambujin, Hill tha se fillimisht palët kanë refuzuar kushtet e marrëveshjes, ndërkohë që pala shqiptare duhet të konsultoheshin me përfaqësues të zonave për të pasur një qëndrim. Procesi gjyqësor vazhdon, ndërkohë që Hill është dëshmitari i pestë i thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaqit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë vizitës në Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, tha se ky institut është vendimtar për kujtesën kolektive dhe për zbardhjen e plotë të së vërtetës historike. E drejtori i Institutit Adetemi tha se prezantimi i tyre nuk ishte vetëm një raport pune, por edhe një pasqyrë e progresit në fushën e kujtesës kolektive dhe dokumentimit të krimeve të luftës. Ky institut është vendimtar në njërin anë për institucionalizimin e kujtesës kolektive dhe në anën tjetër për zbardhjen e plotë të së vërtetës historike. Vazhdojmë me lajmet tjera. Sindikata e pavarur e Radio Televizionit të Kosovës dhe shoqata sindikale Radio Kosovës kanë protestuar para Kuvendit të Kosovës në shenjë pakënaqësie për mosdhënien e pagave dhe mos ekzekutimin e buxhetit të Radio Televizionit të Kosovës. Kjo është hera e dytë që brenda 3 muajve punëtorët e RTK-s po përballen me mungesë të pagave. Pas përfundimit të protestës, përfaqësues të sindikatës së pavarur të RTK-s dhe shoqatës sindikale të Radio Kosovës u pritën nga kryeparlamentari Dimal Basha. Ndrojmë temë, gjykata themelore e Prishtinës ja vazhdoi edhe për 2 muaj para burgim Fatmir Shehollit i arrestuar si dyshuar për spionazh. Lajmin e ka konfirmuar Milinda Gashi, zëdhënëse e kësaj gjykate. Sheholli u arrestua më 9 tetor në ndyshimet për spionazh. Ndaj tij më 10 tetor, gjykata e Prishtinës ja kishte caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaji. Ai dyshohet se për një kohë ka vepruar sipas udhëzimeve të udrave të zyrtarit të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme serbe Bojan Dimić. Vazhdojmë edhe me një lajm tjetër, 5.1% është ngritja e çmimeve të konsumit për muajin tetor sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Sipas ASK-s, indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë në muajin tetor të këtij viti krahasuar me muajin tetor të vitit të kaluar. Inflacioni mujor ishte 0.6% në muajin tetor 2025. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.